Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni: mira njerëz nga të gjitha trojet shqiptare mbushin sheshin Skënderbej. Në protestën barkombëtare kërkohet lirimi i ish-komandantëve të UÇK-s. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve deklaron se në procesin e 9 nëntorit do të zbatohet edhe inteligjenca artificiale, numërim votash përmes teknologjisë. Zbardhet konflikti pranë mbikalimit të Rinasit që përfundoi me 2 të plagosur, një person arrestohet e një tjetër në kërkim, zbulohen armë e municione. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Tirana bëri bashk mira njerëz nga të gjitha trojet shqiptare në protestën më të madhe barkombëtare të mbajtur ndonjëherë në mbrojtje të UÇK-s. Veteranë të luftës, personalitete politike nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia e Veriut morën pjesë në tubim. Ata bën thirrje për lirimin e ish-komandantëve të UÇK-s, duke kërkuar që çlirimtarët të mos barazohen me vrasësit. Mijëra qytetarë nga Shqipëria dhe Kosova, Maqedonia e Veriut dhe diaspora u grumbulluan këtë të premte në zemër të Tiranës në një protestë barkombëtare për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që po mbahen në Hag. Tubimi nisi me himnin kombëtar, ndërsa në shesh dëgjoheshin thirrje të njëpasnjëshme për liri të ish-krerëve të UÇK-s. Më pas, pjesëmarrësit i kushtuan nderime dëshmorëve dhe historisë së vendit, duke theksuar se UÇK nuk ishte organizatë kriminale. Në rreshtin e parë ishin veteranët e ushtrisë çlirimtare të shoqëruar nga familjar, ndërsa në dorë mbanin fotot që rikthejnë përpjekjet për lirinë e Kosovës, ndërsa nuk munguan as fotot e ish-presidentit Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarëve Kadri Veseli e Jakub Krasniqi, si edhe ish-deputetit Recep Selimi, të cilët po gjykohen në gjykatën speciale për krime lufte. I pranishëm ishte edhe djali i Hashim Thaçit, ndërsa protestës ju bashkuan edhe figurat të tjera të njohura të politikës. Ish-presidenti Alfred Mojsiu bëri thirrje për të mos lejuar në përkëmbjen e gjakut të dëshmorëve të rënë për liri. Liria e Kosovës nuk është dhurat. Ajo është fituar me gjak, me sakrifica, me vendosmëri. Ndaj sot më shumë se kur ne duhet jemi të vendosur dhe të bashkuar për të mbrojtur tartet e këmbit tonë shumë të vojtur në shekuj. I bën thirrje drejtësisë që tregon vetën për të bërë mësim për gjithë. Lavdi dëshmorëve të UÇK-s. Ndërsa kryetari i BDI Sali Ahmeti i quajti akuzat ndaj ish-komandantëve të UÇK-s si trillim për të nxjerrë imazhin e luftës çlirimtare. Zanafilla e gjykatës speciale të Kosovës është në raportime trilluese ruso-serbe për trafikim organesh që bëri buj padrejtësisht në botë. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare për luftë dhe asnjëherë nuk ka shkelur ligjet e luftës. Kjo u dëshmua në të gjitha gjykimet e derisotme nga gjykata ndërkombëtare e vendore. Kjo u dëshmua fuqishëm edhe nga dëshmit amerikane, britanike në Hag. Presidenti Begaj dhe kryeministri Edi Rama nuk i janë bashkuar fizikisht protestës, megjithatë kanë shprehur solidaritetin e tyre në rrjetet sociale duke ndarë pamje nga tubimi. Ish udhëheqësit politik dhe ushtarak të ushtrisë çlirimtare të Kosovës po mbahen prej 5 vitesh në paraburgim në Hag. Ata akuzohen për një sër veprash penale, përfshirë vrasje dhe trajtim mizor të personave, akuza që rëndojnë mbi ish-presidentin Hashim Thaçi dhe ish-kryeparlamentarët Kadri Veseli e Jakub Krasniqi. Sali Berisha akuzoi Edi Ramën se po përdor protestën për ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës për qëllime politike, duke i konsideruar të pafajshëm komandantët e luftës që gjenden në Hag. Lideri i opozitës tha se kryeministri refuzoi rezolutën që dënonte gjenocidin serb.
Partia Demokratike nuk ishte pjesë e protestës në mbështetje të luftëtarëve të UÇK, por Sali Berisha theksoi se ish komandantët të cilët po gjykohen në Hag janë të pafajshëm. Në të gjithë ndjenin time, ndjekjen time, nuk kam parë në absolute asnjë fakt që të provojnë asnjë akuzë për të cilën janë arrestuar dhe mbahen në arrest ish udhëheqësit e luftës dhe udhëheqësit politik me vend të Kosovës. Dhe unë uroj me zemër që ajo gjykat të shpallë pafajësinë e tyre dhe kthimin e tyre në vendin e tyre. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se e përdori kauzën e UÇK-s dhe protestën për qëllime politike. Përdorimi për qëllime politike i procesit është i makabritet. Edi Rama u tërhoq, por unë kam këtu dëshmit që ai ishte parashikuar të fliste një orë, mbi një orë. Do bëj patriot kush? Njeriu që me aktet e tij është ndaj Kosovës po aq armik sa Aleksandr Vučići. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se vota e socialistëve kundër rezolutus që dënonte genocidin serb në Kosovë është një nga aktet më të rënda të parlamentit shqiptar. Akte të tillë në muret e Kosovës parlament do të shkruhet me gërma të zeza si akt narmisor i parlamentit ndaj kombit shqiptar. Në komunikimin me gazetarët, lideri i opozitës akuzoi presidentin e Republikës dhe gjykatën kushtetuese, të cilët sipas tij i ndërpren në mënyrë të palishme mandatin antares së kësaj gjykate, Sonila Bejtja. Partia Socialiste rrëzoi 2 kërkesat e opozitës për ngritjen e një komisioni hetimor për zgjedhjet e 11 majit dhe një komision për çështjen e ish zyrtarit të lartë të FBI-s Charles McGonigal. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, mazhoranca nuk ishte dakord me formulimin e kërkesave dhe kërkoi që Partia Demokratike të rishikojë objektin dhe 2 komisionet hetimore të diskutohen në seancë plenare. Mazhoranca mbajti të njëjtin qëndrim edhe për mocionin me debat për situatën në spitalin onkologjik, kërkesë për të cilën do të vendosë sërish në seancë plenare. Inteligjenca artificiale do të aplikohet në zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit në 5 bashkitë e vendit. Këtë e bëri të ditur komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi, i cili sqaroi se po punohet që teknologjia të përdoret në procesin e numërimit të votave. Komisioni qendror i zgjedhjeve po planifikon që të implementojë inteligjencën artificiale në lokalet e pjesshme të 9 nëntorit. Në tryezën mbikëqyrja e digitalizimit në procese zgjedhore, drejt konvergjencës midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, kryekomisioneri Ilirian Celibashi shpjegoi se përfshirja e inteligjencës artificiale do të ndihmojë në numërimin e votave. Identifikimi biometrik është aplikuar në mënyrë të vazhdueshme në 100% të qendrave të votimit në të gjitha zgjedhjet pasuese, si ato të përgjithshme, ashtu dhe ato të pjesshme. Ndërsa votimi elektronik është akoma në fazën e tij pilot të zhvillimit. Në 9 nëntor të këtij viti do të zhvillohen zgjedhje të pjesshme për kryetar të disa bashkive të vendit. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po punon për të aplikuar për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultateve. Ky projekt do të shërbejë si test dhe për momentin nuk do të zvendësoj procedurën manuale të numërimit dhe të vlerësimit të votave. Ambasadori BE në Tiranë Silvio Gonzato pranoi se përparimi i teknologjisë dhe përfshirja e saj në zgjedhje ka sjellë më tepër transparencë në proces. Digitalizimi po sjell ndryshime në mënyrën se si njerëzit e shohin demokracinë sot, ndërsa po sjell gjithashtu edhe më tepër transparencë politike. Ne mbështesim plotësisht proceset elektronike të ndihmuara nga AI që ju përshtaten standardeve të BE-s. Më në nëntor, qytetarët e Vlorës, Beratit, Tepelinës, Matit dhe Cerrikut do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e bashkisë.
16 tetori ishte afati I fundit që partitë politike kishin sa I përket depozitimit për regjistrim në zgjedhjet e pjesëshme lokale të 9 nëntorit. Këtë të premte KQZ miratoi dhe forcën e fundit politike, Partinë Demokratike, e cila tashmë u regjistrua zyrtarisht në vendoret e pjesëshme. Megjithatë, një pjesë e partive dhe kandidatëve të pavarur janë regjistruar më herët, si Partia Socialiste, Partia Lëvizja e Legalitetit, Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, si dhe Lëvizja Shqipëria Bëhet. Në seancë, kryekomisioneri Ilirian Celibashi miratoi jo vetëm kërkesën e PD-s, por gjithashtu dhe sasinë e fletëve për 5 bashkit. Zgjedhjet do të mbahen në bashkitë Vlorë, Berat, Tepelen, Mat dhe Cërik, ndërsa Tirana u pezullua për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese. Me arsyetimin se Shqipëria ofron lehtësi, kryeministri Edi Rama I bëri thirrje sipërmarrësve turq për të investuar në vendin ton. Sektorët me potenciale të mëdha sipas shefit të qeverisë janë ndërtimi, turizmi, teknologjia e informacionit dhe bujqësia. Është dëshira. Kryeministri Edi Rama fton sipërmarrësit turq të investojnë më shumë në Shqipëri, si një vend që sipas tij po zhvillohet çdo ditë dhe ofron mundësi pafund. Shqipëria sot nuk është më ishulli mbyllur që dikur e përshkruanin. Shqipëria sot është një vend I hapur, një ishull I bukur mundësish, një ishull ku mund të shumëfishosh investimin tënd, dhe jo në shumë, por në pak vite. Me taksa fare të ulta, me energji të gjelbër, me një turizëm në rritje, me teknologji që zhvillohet për ditë dhe me një treg që e pret krahapur sipërmarrjen turke. Gjatë forumit të investimeve Shqipëri-Turqi, zëvendës kryeministria Belinda Balluku renditi lehtësitë fiskale që përfitojnë ata që zgjedhin vendin ton për të bërë biznes. Në sektorin e IT-s apo prodhimit të softwareve, Shqipëria aplikon 5% taks mbi fitimin ose përjashtim 15 vjeçar nga taksa për bizneset e shtrira në parqet teknologjike apo ato shkencore. Në bujqësi dhe agroturizëm aplikohet 5% tatim të paktën deri në vitin 2029. Për të gjithë ata sipërmarrës që duan të replikojnë këtë histori suksesi, duke sjellë brende me 4 apo 5 yje në Shqipëri, përjashtohen 10 vjet nga tatimi mbi fitimin dhe taksat vendore. Në këtë forum morën pjesë mbi 500 investitorë turq dhe u diskutuar për mundësitë e investimit në 4 sektorë me potencial të lartë zhvillimi, si ndërtimi, teknologjia e informacionit, turizmi dhe bujqësia. Struktura kritike dhe turizmi. Policia e Tiranës bardhi konfliktin e ndodhur pranë mbikalimit të Rinasit që shënoi 2 të plagosur. Në pranga ka rënë një I ri, ndërsa vëllai I tij është shpallur në kërkim. Gjatë kontrolleve janë zbuluar edhe armë e municione. Një person është arrestuar nga policia e Tiranës, ndërkohë një tjetër është në kërkim, si të përfshirë në plagosjen e të njëjtës në afërsi të Qafkasharit, pranë mbikalimit të Rinasit. Në pranga ka rënë Josif Mena, 36 vjeç, I cili rezulton të jetë pronari I automjetit të sekuestruar në afërsi të vendit të ngjarjes nga policia, ndërsa në kërkim është shpallur I vëllai Genc Mena, 32 vjeç, I cili dyshohet se ka qelluar me armë zjarri. Në këtë konflikt ku përdor edhe pistoleta, përpasoj mbeti I plagosur me një plumb në këmbë 26 vjeçari Fabio Arifaj, I cili ndodhet në spitalin e traumës jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu I lënduar nga goditja me sende të forta mbeti edhe 22 vjeçari Grisjan Latifaj. Blutë e Tiranës bëjnë me dije se gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e sekuestruar është gjetur një gëzhoj, ndërsa në banesën e njërit prej tyre, policia sekuestroi një armë zjarri, municion luftarak dhe radio policie, si edhe sende të tjera të jashtëligjshme. Konflikti mes të plagosurve. Gjendja e punonjësve të Bankers Petroleum që kanë hyrë në grevuri është përkeqësuar gjatë orëve të fundit, por ata thonë se nuk do të tërhiqen deri në plotësimin e kërkesave të tyre, ku më kryesorja është rritja e pagave. Në ditën e tretë të greves së uris, disa prej punonjësve të kompanisë Bankers Petroleum kanë shfaqur përkeqësim të gjendjes shëndetësore. Sipas kreut të sindikatës Dritan Shahu, disa prej grevistëve gjatë mëngjesit kanë shfaqur tension të lartë, lodhje, dhimbje koke dhe marrëmendje. Sot kemi 72 orë që kemi hyrë në grevurie, disa nga çunat kanë shfaqur pak tension të lartë, dhimbje koke, në një marrëmendjesh edhe lodhje normalisht,
por që jemi të vendosur të shkojmë deri në fund. Ne nuk do dorëzohemi pa arritur kërkesat tona, siç e patë edhe jashtë, të gjithë punonësit janë këtu, ka rezolvuar punën, jemi të gjithë bashkë deri në arritjen e asaj që kërkojmë. Kërkojmë diçka legjitime që na takon dhe është më së domosdoshme për të bërë paga dinjitoze për këtë industri që sjell vlerë të ardhura për kompaninë. Grevistët Drejtan Rapushi, Eduard Selami dhe Bledar Dano kanë pohuar se pas 72 orësh janë përkeqësuar, por ndjen të vendosur për të shkuar deri në fund kauzës së tyre. Po normale se tani njerëz me frym jemi dhe ne do përkeqësohet gjëja se vajtëm 72 orë pa ngrënë asgjë, vetëm ujë, asgjë tjetër. Normale që të përkeqësohen gjërat. Shqetësimet kanë qenë gjatë natës mbrëm. Kemi pasur 3 nga djemti, kemi pasur me luhatje tensioni. Gjëra që ne kemi zgjidhur këtu, sot normalisht gjendja duket pak më e rënduar se ditët e tjera normalisht. Dhe përsëri ne do t'ja dalim, ne do jemi këtu deri në fund. Ndërkohë punonjësit e Bankers vijuan dhe këtë të premte pezullimin e punës, ende nuk ka asnjë reagim nga kompania, ndërsa puset janë pa mbikëqyrjen e punonjësve. Të vetmit që kanë kontaktuar deri në këto momente grevistët janë përfaqësuesit e Inspektoratit të Punës dhe policia. Seksioni kundër pastrimit të parave në Tiranë ka goditur një klinik dentare për evazion fiskal dhe për produkte të skaduara. Klinika e njohur me emrin Dental Turk në rrugën Don Bosco i është nënshtruar një kontrolli të imtësishëm, ndërsa në pranga ka rënë administratori turk. Policia sekuestroi 300 shishe me produkte shumica të skaduara me vlerë rreth 100.000 euro, për të cilat nuk disponoheshin faturash doganimi, si dhe mandate të pa fiskalizuara. Policia ka proceduar gjithashtu në gjendje të lirë dhe 3 punonjës të klinikës. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.